Latin Night Fest mlodhi në Tirana Fan Zone 10 qytetarë që kërcyen së bashku me ritmet latine. Të rinj, fëmijë, por edhe moshat e treta u bën pjesë e performancave latine në udhëheqjen e koreografëve shqiptar. Për organizatorët kjo mbrëmje synon të argëtojë dhe të sjellë një frymë të re në vend, ndërsa do t'i shtrinë aktivitetet e tyre edhe përgjatë Bregdetit. Besoj të martën që vjen dhe jemi prapë këtu që kemi pushim me ndeshjet, në basë 6 ditën domethënë, dhe kemi filluar eventet për pishina, plazhe. Këtë fundjavë jemi në jug të gjithë së bashku, bëjmë hiking në gjipe dhe pastaj party gjatë gjithë natës në plazh. Por protagonistët kanë qenë vetë qytetarët, të cilët mbrëmje të tilla i shohin si domosdoshmëri. Dhe ëndra ime ka qenë që në rinin time që ky shesh të kishte kështu kërcime të vazhdueshme. Ka qenë ëndër e rinis. Më pëlqeu shumë, është bukur të kërcesh në vend të hapur gjithmonë. Shumë bukur, shumë bravo. Kështu të vazhdoni, këto duam. Shumë mirë, atmosferë shumë e këndshme. Më pëlqeu që ka një mbrëmje ndryshe. Është një shkarkim i energjisë negative që është akumuluar gjatë ditës. Larg stresit të përditshëm, këto mbrëmje vallëzimi janë përqafuar nga shqiptarët dhe duket se po sjellin një frymë të re argëtimi.